Dhe për të ndalur tek zhvillimet e parlamentit, që nisi seancën e tij të radhës këtë të hënë, ndërkohë deputetët e Partisë Demokratike, pas disa seancash bojkot, janë kthyer këtë të hënë në seancë plenare, ku një ndër temat për debat mes majorancës dhe opozitës ishte reforma territoriale. Në komunikim të drejtë për drejtë me kolegen Greta Bullari për të na dhënë më tepër detaje. Greta, cilat ishin argumentet dhe kundërargumentet mes majorancës dhe opozitës për reformën territoriale dhe çfarë ndodh aktualisht në seancë plenare? Ju përshëndes, seanca plenare aktualisht sapo ka rinisur pas një ndërprerje për më shumë se 20 minuta, në shkak në fakt u bë nisja e raportimit në kuvend nga ana e avokatit të popullit Endri Shabani, për të cilin Partia Demokratike kërkoi që të mos lejohej të raportojë, pasi sipas saj është zgjedhur në mënyrë antikushtetuese dhe për sa kohë që në gjykatën kushtetuese ka një kërkesë për sa i përket zgjedhjes së tij, atëherë ai nuk është legjitim për të raportuar në kuvendin e Shqipërisë dhe tashmë që flasim, sigurisht foltori avion ende të jetë e bllokuar. Megjithatë, nuk ka qenë vetëm ky debat mes majorancës dhe opozitës gjatë ditës së sotme, pasi më herët palët u përfshin në debate edhe për sa i përket ndarjes së re territoriale, komisioni të posaçëm i cili ka përmbyllur punimet apo në afatin e përcaktuar dhe se në seancën e së do të shqyrtohen edhe raportet e secilës nga palëve. Partia Demokratike akuzoi opozitën se po synon që të ulë numrin e bashkive, sipas kryedemokratit Sali Berisha janë të paktën 20 bashki të cilat sipas tij do të kurren, pra do të bashkohen, ndërkohë që nga ana e saj majoranca socialiste insiston se po desinformohet lidhur me këtë proces dhe se Partia Demokratike ka të gjitha mundësitë, por edhe detyrimin që në seancën e së pra të datës 23 korrik, njëjtë si majoranca dhe grupi i saj të punës, edhe ajo të sjellë raportin sa i përket komisionit të posaçëm për reformën territoriale. Duhet thënë në fakt që të gjitha diskutimet kanë qenë pikërisht mbi çështje të cilat janë përtej rendit të ditës, sikundërse ishte kjo për sa i përket çështjes së komisionit për territorialen, po ashtu edhe debate pati edhe me kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Socialiste që një nga ligjet e parashikuara për ditën e sotme, ai që ka të bëjë me shoqëritë europiane të bashkëpunimit, të kalojë në seancën e së njëjtës, për shkak se janë dhe disa ligje të tjera që kanë të bëjnë pikërisht me kapitullin e 17 të integrimit, e për këtë arsye të diskutohen në blok. Kjo shkaktoi, po themi, revolt nga ana e demokratëve, të cilët e kundërshtuan diçka të tillë me votë, duke sqaruar se do duhet që edhe ligjet e tyre që kanë të bëjnë me investime strategjike, paketën e maleve, ligji për zonat e mbrojtura dhe ligji për trashëgiminë kulturore, dhe ai të futet në rendin e ditës, ndërkohë që janë edhe një stër institucionesh kushtetuese që presin për të raportuar gjatë ditës së sotme. Duhet jetë e gjatë kjo seancë plenare, Greta? Pritet të zgjas në kohë? Nëse do t'i referojmë i rendit të ditës, po, Greta, duke marrë në konsiderat faktin se janë 7 institucione të cilat do të raportojnë gjatë ditës së sotme, nga për secilën është menduar dhe është programuar një kodebati prej 2 orësh. Falenderoj, Greta, për detajet që përsolle. Sa kaq nga